Më kisha orkesh nëse nuk më shën thirr, Po, zoti Shtava do të intervistoni pra me 16 janar. Për çfarë e dini ju për çfarë do të intervistoni? Në çfarë cilësie? Jo, nuk e di, pres me ditë, domthonë kur shkoj me 16. Po gjithë miqtë e mi dhe shokët e mi dhe ata që kanë dashur më kanë telefonuar, kanë kontaktuar, po natyrisht po. Mirë po shkojmë, mirë do të kthehemi. Zoti Luftaku fluturoi tash. Ai do të intervistohet me 16 dhe këtë kohë ka shfrytzuar për një vizitë familjare, ndërsa zoti Mustafa do të intervistohet nesër me 14. Data për zotin Luftaku u shtyp për shkak se dy të kanë pas njëjtin avokat dhe është dashur me koordinu kohën. Gjykata speciale nuk ka pretendime me gjyku luftën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Është, domethënë, akuza do jenë individuale. Unë besoj në mënyrë absolute në pastërtinë e generalit Luftaku. E di biografinë e tij, e njoh herët, e di luftën çfarë mënyre e ka bën dhe nuk kam asnjë dyshim, asnjë informacion që ky njeri ka bën ndonjë krim ndaj civilëve, ndonjë diçka që mundet me e impliku për një vepër penale në bazë parametrave ndërkombëtar po flas, sepse në Kosovë drejtësia është zero. Shteti duhet të jetë prapa aty në çdo moment. Këta po shkojnë edhe kësaj radhe të sfidohen me drejtësinë. Krenar si gjithmonë për të kaluar në tyne, prandaj sot më shumë kam dalë që të jem pranë familjes tina, se sa që të bëj një punë time si deputete, kështu që moralisht jam me familjen e tij, edhe me kryetarin, edhe me Remin, edhe me gjithë ata të cilët marrin këtë rrugë, konsideroj që çmimin e lirisë dikush po e paguon shumë shtrejt, por shpresoj që ashtu siç kanë ditë jenë stoik edhe krenar, luftën që kanë përfunduar, kanë sjellë rinë vendit, ashtu të kthehen edhe nga ky proces. Thank you.